Faleminderit. Elidon Alili thot Kulla ka qenë në favor që Shqipëria të jetë në anën e Amerikës dhe Izraelit në këtë konflikt, po kjo na kthen në vend thot të përfshirë direkt në konflikt, apo kthehemi në target drejt për drejt me vasalitetin dhe pasivitetin ton? S'ka lidhje vasalitet. Ja, vendet që nuk ishin vasale me SBA-n, vendet në rajon, u bombarduan gjitha. A di ti thuj ati zotëris që Emiratet e Bashkuara Arabe ishin partneri numër 1 i Iranit ekonomik. Gjysma e kapitaleve iraniane në Emirate janë, Dubai, në Abu Dhabi. Ose Katari aleat i Iranit, do më thëmë. Ishte Elidoni që shkuan dhe këtë pajtim mici, thot, a do ke Shqipëria një vënd më special në politikën amerikane pas pranimit bazë Kuçovës, plus dhe Kosovën, thot? Po kjo varet sa zjetë konflikti, se zakonisht historia nga ka të reguar që përfundon konflikti, kalojnë interesat tjera dhe nuk... Një tjetër pyetje për Kullën, Ledio, thot, pyetje për Kullën, a do t'ju mbas Trumpi zgjedhjet në nëntor, thot, këto mitensat? E ti është 6 muaj për para. Sepse duke se populariteti ka rënë për tokë, apo e ndihmon lobi izraelit dhe s'do ketë probleme? Jo, shiko, po tjetë për atë punë, lobi katolik është shumë e fortë se lobi izraelit. Pra, nëse do votoj sot, katolikët do votonin kundër, po në zgjedhjet e shkuara katolikët votuan pro Trumpit. Çështja është që këtu e 6 muaj ka shumë kohë, shumë herët fort. E fundit, shoferi i satelitit Albania 1, çon një mesazh Kulla, thot, mirëmbrëma për Kullën, pyetja, nëse është i sinqert në përgjigje. Të lutem, thot, a mendon që Trumpi është i shantazhueshëm nga Izraeli dhe a mendon që në USA po funksionon një shtet si në Shqipëri, për shembull MAGA, Banas Trilindja, fake news, kazane, njëjta strategji, heq figurat më të njohura, zvendçoj me njerëz të rinj, arrogancë në nivel shumë të lartë, mos ndoshta u eksperimentuan në Shqipëri si model për modelin më të madh? Ja, unë mendoj që kjo është pjesë e propagandës e politikës së ditës. Sigurisht që SBA-ja duke qenë vend demokratik nuk është lufta e parë në cilën krerët e ushtrisë apo të marinës apo të politikës dalin kundër një konflikti. Aty ka një leadership sot që do ta fitoj këtë luftë, si çdo leadership që ka dashur fitoj këtë luftë. Kështu ka bërë dhe Bushi, kështu ka bërë dhe Obama kur ka pas vetë, madje edhe Biden, domethënë, dhe kur i del kundër ata i zëvendësojnë. Këtë gjë do ta shohim në nëntor, domethënë, se si do dalin, por ende herët fol për këtë. Pra thonë, ne jemi në rrezën e raketave iraniane dhe s'kemi asnjë sistem mbrojtjes, sa shanse ka që Amerika të sjellë sistemi mbrojtjes Patriot në Shqipëri? Nuk është problemi sa shanse ka, amerikanët sistemet mbrojtëse Patriot mund të sjellin, këtu problemi është mjaftojnë, Shqipëria është vend i vogël, mjafton vetëm një sistem TAD që ata mund ta sjellin në det, edhe mbaron, domethënë, se ne e pam në Turqi. Patriotët shërbejnë për dronët ose për këto, domethënë, nuk është. Sonila shkruan fajin e ka Saliu që na futi NATO dhe Saliu do bënte të njëjtën gjë, thotë. Ha, dhe i qesh. Është sigurt që Berisha do bënte të njëjtën gjë, mos më shumë, do thoshte do çojë dhe ushtarë, kupton? Për këtë gjë nuk ka asnjë dyshim mbi atlantizmin e Berishës. Në historinë e tij ka qenë gjithmonë atlantik edhe ekstrem. Tim Cakoni, Kulla, Shqipëria nuk ka... Cakoni është nga zona Shijakut. Shqipëria nuk ka frikë asnjë qysh nga koha e qoflargut, na akoma jemi më të fortë në botë. RSH-ja thotë do jap sistemin mbrojtjes i marrë nga amerikanët. Tim Cakoni do të them këtë gjë, ne vim nga epoka, ne s'kishim lindur, por prindrit tanë vim nga epoka, po ndoshta edhe kishim lindur në atë periudhë, kur ne shkronim në rrugët e Shqipërisë që ne dhe Kina jemi sa gjysmë e botës, kështu që. Dhe po e mbyll Ledio me Klevisin, i cili na thot, çuna do bjershi nesër se do laj makinën, jo nesër ke diell plak. Ha Ledio. Para se shkosh si jak, te nga krau djathtë në suk, është i karburanti pa parë. Ikim në ESP, furnizojmë me Ledio se është momenti, po ikim në USP, në ESP po. ESP-ja zonja zotrinj është vendi ku duhet të shkoni, është the place to be. E thash anglisht më plak. Të pëlqen kjo Ledio, the place to be? Po. Bukur është saktë. The place to be. O, zot çfarë perle. Se këtu mund ta përdorësh për restorantin, për një vend ku do të jetosh e kështu po. Ta përdorësh për stacion karburanti, është perle, pra the place to be. Mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj, se do iki makina për kundlla. Dakor? Shkoni vetëm në ESP Oil, mirëni karburantin më të mirë, më të pastër, më të certifikuar. Mos fusni çdo lloj plerash në makinën tuaj, dakor? Nisuni me kasë, thoni të shkojmë të ESP-ja. Ku është ESP-ja? Gjithandej. Shikoni logon, nuk keni për ta humbur kur. Okej? ESP Oil, the fuel of champions. Karburanti kampionëve. Bravo Said! Sonte me në emision zonja zotrinj. Pas Kullës do vinë dhe disa miq të mi gazetarë, të cilët do vi edhe një politikan, të cilët do komentojmë aktualitetin politik. Sigurisht që për ata do të ketë gjithashtu
Ujselita, gëzuar të gjithë. Me gjitha fjala, kalojmë të fabula numër 2, Ledio, apo do bëjmë një gjiro? Jo, të fabula numër 2. SBA apo Irani, kush do e fitoj Hormuzin, zoti Kulla? Është e komplikuar, kjo është një pyetje shumë e komplikuar. Në kushtet aktuale se fiton dot asnjëri as tjetër. Mirë, kush ka e përsit deri në këtë moment? Para se të komentosh to hartat që ledet Në Hormuz ka Irani. Ja, hajde Kulla, hajde. Kanë zirë Ledio këtu, Ledio të vjen brapa meje. Jashtë Hormuzit ka SBA-ja. Në Hormuz e ka Irani. Po, jashtë Hormuzit e ka SBA. Hajde Kulla. Atëherë, taksirate ke. sot e thoshte Ti ke qef hartat. Sot e thoshte sekretari i mbrojtjes SBA-s, i cili është një ish gazetar, pra është një personazh i ngjashëm nga kjo pikpamje me mua, sepse vjen nga fusha e medias, por nga fusha e sigurisë. Këtu rrodulli ishujve, gjithë zonën e minuar e tjerë, e ka Irani dhe ti e ke të tregon se si kemi zone bllokuar. Pra kjo me blu këtu... Jo, Kulla dëgjoj, të lutem, ri kshu anash dhe tregoje, pra ri me profil, mos i ri për pra, pall. me profil. Afron çik bandej, po? Pra kjo është e gjitha zona iraniane. Cila? Kjo këtu. Kjo kuqja? Kjo këtu. Është e gjitha zona e bllokuar. Tashi Se bluja është e bllokuar apo e kuqja? Mos e kuqja e bllokuar? Jo, e bllokuar, pra gjithë kjo zona këtu është e bllokuar, them. Nga e kuqja, blu, gjithë kjo zona është e bllokuar. Mirë, ajo po. US naval bllokat zonë, thot. Po, tash çështja është që ne kemi këto të rrumbullaktat që ti shef këtu. Këto janë zonat e minuara këtu në ngushticë. Po? Shef, ato janë gjitha zonat e minuara. Janë mina ato. Kjo është problemi, është çështja e minave. Nuk i dihet janë apo si janë, po ndërkohë, Jo, janë të minuar. Është e sigurt. Po, është e sigurt. Po? Tani ka një problem, që këto lloj njësish për të bërë çminimet, i kanë shumë pak vende sot në NATO. Për shembull, një nga vendet që është më e aftësuar për të bërë çminimet e këtyre zonave është Italia. Po? Në bazën e La Spezias në veri, po dhe Italia ka gjithse 4 anije dhe 4 njësi që mund qoj, pra ka një flot. Qartë. Edhe vetë Amerikanët ka marrë një pjesë të njësive taktike italiane për të aftësuar marinën e vetë për të bërë pikërisht pra çminimin. Jo rastisht dje, Ministri Mbrojtjes në Amerikë, pra zoti Hexet, bashkë me presidentin Trump detyruan sekretarin e marinës të japë dorëheqje, sepse një pjesë e ushtrisë dhe një pjesë e marinës janë kundër strategjisë që ka zgjedhur Pentagoni për sa i përket këtu çështjes Hormuzit. Tani, në anën tjetër, pra për sa i përket këtu gjirit afër e tjerë, këtu i avantazhuar i madh është Irani, sepse Irani ka dhe vijën detare më të madhe. Sigurisht, po. Jo, ne mund të vazhdojmë sipas tabelës atje. Tretën pikën e tretë e shpjegove, Kulla. Tani këtu US fight
Pita sec. Po, tash këtu te flota, unë kam nevojë po për... përkthejnë që këtë përkthejnë, se nuk kuptojnë ne. Po pra, këtu është... US Flash, dhe me thënë. Këtu tregohet për asetet detare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Buku, ku janë në hartë? Tash i kam quar një hartë tjetër. I kam quar një... Po të vazhdojmë me këto, kulla? Po i ke këtu, po i kam quar një hartë që tregoj se kush, sa është flota. Është flota më e madhe që kanë Amerikanët historikisht. E kemi tani në këtë pjesë të ta, mos e kemi të treta? Po, në këtë pjesë, po. Kjo është? Po, ja ku i ketësh. Ku janë? Ja ku janë. Po, qartë. Tani... Pse janë këtu, po janë dhe te ajo Mandel Babel Mandel, si quhet ajo? Po, ja këtu është Babel Mandel. Po, janë dhe Huthit. Po, tashi, këtu kemi. Po. Cilat anije? Vetëm mos ri për ballë që të shohin dhe njerëzit. Po, mundohet të rish anash. Kemi portet kryesore të Iranit që janë indikuar gjitha këtu. Mashar, Imam Khomeini... Si blokojnë portet? Anijet që dalin nga portet. Kemi Ishullin Karg, Busher, Asalje, Lavan, Ishullin Kish, Bandar Abbazin dhe kemi edhe portet që vinë këtu, që shkojnë kufi me Pakistanin. Deri në Shabar, që janë jashtë, këtë dalë jashtë gjirit, pra janë oqean. Qartë. Aty ke anijet që Amerika ka sot dhe për çdo anije ki parasysh janë dhe ato që rreshtojnë. Është flota më e madhe që Amerika ka vendosur njëherë në këtë rajon që nga koha e luftës gjirit parë. Pra kemi Abraham Lincolnin, që është aeroplanbajtëse, kemi Mitchell, kemi Churchill, kemi Murphy, kemi McFaul, kemi Pinckney, kemi John Finn, kemi... Që e këto më gullat gjitha? Gjitha anije luftarake. Kemi Spruance, kemi Delbert, kemi Mahan, kemi Bainbridge, kemi Nëndecet, Virginia, kemi edhe një aeroplanbajtëse tjetër që po vjen, që është Washingtoni, pra do t'jenë 3 aeroplanbajtëse në gjithë rajonin e gjirit. Ndërkohë kemi dhe llojet e aviacionit, pra kemi F-18, kemi EA-18, kemi këto avionët radar, kemi F-35, kemi helikopter sulmues MH-60 dhe kemi edhe helikopterët tjetër që është CMV. Këto janë gjitha këtu në det, pa përmendur këtu për bazat toksore që ka SBA-ja në rajonët. Dhe sot, sekretari Hekset tha, ne kemi quar, shpresojmë që të kemi negociatat mira me Iranit, por ne, jashtë gjirit, pra këtu, edhe brenda gjirit, ne kemi flotën më të fortë, jemi ushtria më e madhe tjerë, po tha dhe një shifër. Kemi impenjuar 25% të flotës tonë në gjithë rajonin që do të thotë, edhe këtu në detin e Kuq. Pa atje për çajin banë, okulla? Sepse këtu është rruga e kalimit tjetër, pra që është Ngustica këtu në Jemen, këtu ku e Huthët, edhe pastaj është dalja në detin Mesdhe. Pra, ki parasysh se flasim për një... Po atje lartë ku dalë, okulla, se atje duke s'li mbyllë kanali? Ja, aty del në Egjipt, edhe del direkt në detin Mesdhe. Dakor. Është i kanal atje? Është kanali Suezit? Suezi. Suezi famë. Janë 2 kanalet e Suezit. Ai i vjetri që ekzistonte që në Kotë Britanisë dhe ky tjetri që ka bërë para 10 vjetësh Egjipti. Janë atje tani? Po. Se duken pak në hartë? Po. Edhe ja ku i ke tani anijet që i ke këtu. Ku janë? Lincolnin, Fordin dhe Bushin. Dhe Bushin. Kjo Bushi po vjen duke. Po, ke 3 aeroplanbajtëse të mëdha. Ke 200 avion, F-18, ke pra atë që thamë E-18 këtu, kemi F-35, kemi këta që janë me radar, që me inteligencë artificiale komunikojnë drejt për drejt me avionet e tjerë që janë në ajër. Kemi këta që përdoren për dorëzime, për arsye prapavije, për furnizime e tjerë. Kemi helikopter sulmues Hawkun që është multirol. Kemi prap këtë avionin tjetër që është avion helikopter CMV Osprey. Pastaj kemi anijet e tjera që janë këtu, pra kemi Nimitsin, klasin, kemi Nëndecet, kemi pra Fordin si që përmëndëm aty lartë, kemi pastaj kryzorët, US Mahan, US Winston Churchill, US Frank Peterson, ta janë kryzorët, kemi US Mason, US Ross, US Bainbridge. Pra, kemi praktikisht sot rreth... 15.000... Kemi dhe trupat. Sailors edhe marinar. Pra janë 15.000 marinar dhe kemi flotën më të madhe që ekziston në këtë rajon që nga koha e luftës së gjirit. 2003. Që nga 2003. Last time, 3 carriers operated in CENTCOM. Po. Dhe atje poshtë më të në jo
3 fois strike group firepower. Është 3 herë më fuqishme do më thëmë flota, 3 herë më fuqishme për e përgatitur për të bërë sulme, do më thëmë. Jemi në këmbë, Që do të thotë? Kemi artë tjetër për të Që do të thotë që do japim një shpjegim kësaj gjëje. Po, jepi. Që ndërkohë që flitet për negociata, prezenca kaq e madhe na shpjegon që ne shumë shpejt, pra nesër pas nesër tjetër mund të kemi rifillimin e luftës. Po pra, se nuk do ishte logjik. Se ndryshe s'do kishte logjik kjo. Pra, por në anën tjetër edhe iranianët janë përgatitur prapë për vijimin e luftës. Tani kulla. Sot ministri i jashtëm i Iranit mori avionin dhe shkoi në Pakistan. Nga Pakistani do shkoi në Oman dhe nga Omani do shkoi në Moskë, që do të thotë jemi në një moment që janë duke negociuar, por siç janë edhe duke negociuar, mendoj që javës që vjen, domethënë ti e di që më dalin fjalët për këtë gjë, po 2-3 ditët e ardhshme mund të kemi rifillimin e luftës. Sepse ndryshe nuk do shpjegoj gjithë ky shpenzim dhe gjithë ky përqendrim ushtarak i SBA-s në Hormuz. Pra, kush do e fitoj Hormuzin? Le ta shohim. Që mos duket sikur ne po bëjmë propagandën e njerëzve që i kemi aleat dhe që duan të fitojnë. Dakor që janë amerikanët. Fakti që... Si ka mos që s'kemi asgjë tjetër, kullan ka Irani. Faktin që kemi, Irani kontrollon, shikoj, Irani ka goditur këto ditë dhe ka penguar gjitha anijet, ka goditur 3 anijet, ka ndaluar anijet. Ishën të ilustruar dhe Iranin. Sa raketa balistike ka akoma, sa nga këtu anijet e vogla ka akoma... Shiko, unë mendoj që Irani... Sa shaheda ka... Atere, unë mendoj që Irani ka... Ta kam shpjeguar... Nuk është vetë menduar, më puna është... Ta kam shpjeguar, Irani ka 23 qytete nëntoksore, në cilat janë fabrika ushtarake, ka mira raketa, ka mira shaheda, ka Irani një sit, i kemi parë këto ditë, një sit detare me... E shpjegoj sot sekretari Ekset, një si detare me skafet të shpecisë të armatosura të shpecive të larta me cilat ndalon anijet, vendos minat. Irani ka bërë minim të kanalit që mund të zjasë edhe për 10 vitet e ardhshme. Dhe çështja është sot aftësim për të bërë çminimin, nuk e kanë gjithë. Deminimi i kanalit Hormuzit mund të zjasë muaj dhe vite. Irani vetë mund të deminoj? Irani vetë po, se e di ku janë minat. Qartë. Dhe minat detare janë shumë të vështira dhe ato mund të çminohen vetëm nëpërmjet dronëve detar dhe nëpërmjet dragaminave të cilat janë anije shumë të vështira dhe nuk mund të lëvizin aty nëse ajo zonë është zonë lufte. Pra vetëm një marrëveshje e mirëfillt mund të çonte në çminimin e Hormuzit. Sot Hormuzi është në kontrollin e Iranit dhe ky është fakt, nuk mund ta fshejnë. Qartë. Dhe Irani ka treguar në këto 50 ditë luftë, një aftësi të jashtëzakonshme ushtarake, sigurisht që përballë ka fuqi më të madhe të botës dhe teknologjinë më të jashtëzakonshme të botës. Por, me sa duket? Por Irani ka treguar që është përgatitur për një ditë të tillë si kjo, shumë vite përpara dhe... Pra mund ta themi sot kulla në këtë ditë, në këtë fazë të luftës që jemi, se po e përjetojmë live historinë. Trumpi në këto momente, pra në datën sa është data sot? Sot është 24, deri sot në 24 prill, se nga nesër nuk dihet se ç'do. 2026 i kanë ngecur pak shara në gozhd apo jo, le ta themi. Jemi në pikën në cilën asnjë nga 3 fuqitë e përfshira në luftë nuk ka fituar, po asnjë nga 3 fuqitë e përfshira në luftë nuk ka humbur. Besa Gavaj thot, pyete pak patriotin tim Kullën thot. Netanyahu është vërtet me kancer thot? Po e ka pranuar vetë sot. Tu thaft goja. Ka bërë një ndërhyrje, ka një kancer e tha vetë, ka një kancer në prostat, ka bërë një ndërhyrje, tha që trajtimet kanë shkuar mirë dhe kemi arritur të bllokojmë metastazë, s'kemi probleme tjera, po është lajm zyrtar, po. Po tash si është çështja klinike, tamam nuk e dim. S'mund ta shpjegoj, mund të pyes një mikun tim që është shumë afër ti, domethënë, edhe të kem në informacion më shumë. E merr dot live? Live se marr dot tani, po. Je i sigurt? Ja ta provojmë. Provoj një. Një njeri afër Bibit, Netanyahu. Po. Po çoj zërin ta dëgjojmë me ne. Po sigurisht. Po mos e thua që jemi në emision live, se do ketë frikë ai të flas. Jo, më flet. Flet? Po. E një Bibin vetë ky kullan? Sigurisht. Ka mik. Afër te mikrofoni celular. Po. Po na i hapi. Sa është ora tani në Izrael? Është ora 11, mund edhe të jetë duke flet gjumë. Më mirë, po jo, por se 11 flaj. Po dhe mundet ç'a? Ma në burë tani 11, sa vjeç është i ri apo i vjetër? Diku të 50 sa 60 vjeç. Po jam, s'besoj.
Po është ditë pushimi në Izrael, se është shabat, sonde hynë shabati. Dhe ata kur kanë shabati nuk hapin celularin. Po jo, mund tjetë pushim, se është pushim normal. Unë e mora, s'mu përgjigj. Po luftës ka pushim. Po mu përgjigj, do të them. Lumi fjerë nuk është Shabat shalom. Po është e shpreja tjetër, shabat goj. Po, shabat shalom, është urimi i tyre. Shabat goj është ajo? Po shtë vëtën shabat goj? Shabat shalom është urimi, do më thënë. Urimi, po shabat goj është, do më thënë. Që di, më pys. E përdoni të shabat goj. Mi të kulla, kemi një tjetër gjë shumë interesante të kjo fabul. Se shof pra dreqin. Kemi një tjetër gjë shumë interesante të kjo fabul, kulla. Ja da shoftu i sekund. Ku vajte. Atë do fuzje, me do asë më thështë dhe më thënë shabat goj. Si ka musi Trumpi, ka që vizionar të jetë kënjëri, më qa nuk i thonë tani, të papërgjeshëm, nuk është mirë nga trutë, është shmondur këta, se thua është kritikët e ti edhe njerëzi nuk e duan. Trumpi është shumë i qarta, i ka qenë i qarta. Më falë, që në vitin 1987, kula, letë shikojmë se shka thënë Trumpi për Iranin. Digjoni me vëmëndje keni me ti traship, shikoni. Dhe shumë e bukur. Pa pare. And it's going to start in the Middle East. Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? How would you do that? Would you send in the Marines? Would you take a chance in a war? Let them have Iran. You take their oil. That's what How? How? I mean, do we want a war? What do you mean we take their oil? You go in. How do we go in? You're going to have a war by being weak. Okay, how do we go in? What do we do? Excuse me. Yeah. You're going to have a war, and it's going to start in the Middle East. What if the Soviet Union said, you do this to Iran, we're going to come in? I don't believe they'd do it. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it, and get back your losses, because this country has lost plenty because of Iran. E ka fjallën për Rusin, Për bashkimin sovjetik, po. Bashkimin sovjetik, po humbet shumë për shkak të Iranit. Po. Për atë e kishte, për çdo thot me këtë. Nuk e kishte për atë? Kështë 1987, po fliste ekonomikisht. Mi më mirë, për çdo me thënë, po humbet shumë. Për ke kishte në fund, se unë nuk e kuptova mirë atë pjesën e fundit. Ke pasysh si i tha? Po humbet shumë. është në kontekstin e shpjegimit, sa i po jep të shpjegimin... Po humbet SBA, a i kishte për SBA, po thotë duhet ta marrim ne SBA, se po humbet... Çështja është, ai është i qartë, mund të... Që ka pas Trumpi fiksim që atëherë, ai ishte biznesmen më burr? Jo, ai biznesmen është, po ai ti e di çfarë shkollimi të mesëm ka, domethënë. Ushtarak. Kadet, ushtarak. Kadet. Ai ka ardhur gjithmonë nga misia dhe nga komuniteti ushtarak. Shne Trumpi në vitin 1987 nuk di se çfarë bënte atëherë. Ishte biznesmen, ishte republikan ndërkohë. Jo, ka qenë biznesmen. Jo, ka qenë demokrat, jo. Po, që ka qenë demokrat është e sigurt kulla. Trumpi ka qenë biznesmen, nuk është. Po ka qenë njëri demokratët. Po, pastaj ka ikur. Kush ka qenë si biznesmenët me ata që ka qenë pushtet ka qenë, domethënë. Në ato ka qenë Reagani në... Ç'mund ta quajmë këtë gjë? Ç'është kjo? Është një lloj... Tregon që është i qartë, ka qenë gjithmonë i qartë. E t'ja marrim naftën, tha e be? A, ndajmë, po sigurisht me ka thënë në fushata jetë që... është grapitqan në thelb, është predator, kulla. Shiko, kuptimin modern të fjalës, Trumpi, presidenti Trump është njeriu më i qartë në këtë histori. Ka qenë i qartë atëherë, ka qenë i qartë në fushat, ka qenë i qartë mandatin e parë, është i qartë dhe tani. Dhe nëse ti e ke ndjekur me kujdes, presidenti Trump nuk ka folur as për demokracinë, as për gjithë. Presidenti Trump ka folur për raportet e forcës. Nëse të kujtohet në fushat elektorale, ai thoshte objektivi jonë është të dobësojmë BRICS-in. Dhe nuk ka asgjë më të qartë se sa të dobësosh BRICS-in se sa të thuash Iranit naftën dhe gazin tënd do ta marrë unë dhe s'do ja japësh Kinës. Kështu që kjo tregon që mund të mos na pëlqejë çfarë thot, mënyra si e thot, arroganca mund të mos na pëlqejë në shumë gjëra, por që presidenti Trump është i qartë dhe që është i njëtrajtshëm, kjo gjë nuk vihet në dyshim. Ase vën dyshim dhe unë, është absolutisht i qartë edhe i konsoliduar në gjërat që thotë dhe bën. Ledio, më duket se kemi edhe një harë tjetër tu të kjo fabul me kullën, apo i ashtu i përdorëm të gjitha? Je i bindur pra që kemi përdorë të gjitha? Se më duket se unë shoh dhe një harë tjetër tu, te dyshi po flas. Shpreja kjo kulla, do ngrihesh njerë për këtë, është perl kjo. Këto janë ato. Qose ke dëshirë, Shiko, kanalet. Shpreja, jo i kemi bërë emisionin që shkoj, kjo është për ata, për gasjellësit, do më thënë. Shpreja Qanë është e jashtëzakonshme, nëse ne e shohim me kujdes. Ai është një burr që para 40 vjetësh mendonte po të njëjtën gjë. Pikërisht prandaj e vëmë këtë video. Tregon që është i konsoliduar dhe tregon që vjen nga një komunitet i konsoliduar. Mund mos na pëlqejë, mund ta quajmë që është
hebraik, mund ta quajmë që është ushtarak, mund ta quajmë që është financiar, mund ta quajmë që është, ku diun, ekstremist, mund ta quajmë si duash, po tregon që është i konsoliduar, pra nuk është njëri që ndryshon, se në pamjet parë duket sikur opinionet e Trumpit ndryshojnë kështu. Që ka strategji atë të kaos. Por 40 vjet është e njëjta gjë. Kjo është harta e rëndësishme. Do shkosh prap? Po sigurisht. Hajde kullo. Apo s'do të shkosh atje? Po do shkoj, po duhet ta nxjerrin. Do dali, doli. Kjo tani tregon se si është situata sot. Kjo është e këtij momenti. Po? Si është situata e anijeve sot në gjithë gjirin. Si ta kuptojmë këtu? Ka ndonjë shpjegim kjo hartë? Të gjitha këto janë anije. Vetëm Mosri është përballë që se nuk e shohin Po njerëz. të gjitha këto janë anije, nga Kuvajti atje. Po mi, anijet janë ato si me shigjeta apo ato trumbullakta? Jo, anijet janë trumbullakta. Anijet, portet dhe drejtimet që kanë. Të gjitha këto janë anije. Pra ka 50 ditë që kanali është mbyllur, janë anijet që presin këtu më taj. Aktualisht po flasim. Po, aktualisht po flasim. Një pjesë e vogël e tyre kanë hyrë dhe kanë dalë, pra një pjesë shumë e vogël, dhe pjesa më e madhe janë gjithë nëpër porte. Tash imagjino sa kushton çan për marinarët të hanë. Atë janë në det më kulla, nuk janë për porte, edhe duken që janë në det. Po pra po në det, imagjino sa kushton për marinarët, të hanë, të pinë, të plenë. Edhe ajo që thuti, një miku im këtu në Tiranë, ka bërë shumë para duke u marrë gjatë kohës Këforit, duke u marrë me pastrimin e banjove kimike të bazave të Këforit. Po. Prandaj prishin shpesh dhe banjat, e ke vënë prishin edhe halet e Dhe imagjino ti tash sa para kanë bërë kompanitë e sigurime dhe resigurime. Imagjino ç'a biznesi madh është ashtu dhe Lloydi. Po, imagjino ç'a krize është. Dhe imagjino tani vendet që kanë puset e naftës, që kanë gazin, Katari, gjithë to, cilët presin që të shesin. Dhe imagjino ç'a fuqi shantazhuese kanë këto minat që ka vendosur Irani këtu dhe fuqia që ka Irani. Dhe SBA-ja që ka vënë blokadë mbi blokadën, mbi tregtinë botërore. E gjithë kjo hartë tregon se ç'a po ndodh. Pra, çdo anije nga këto, është anije shumë e madhe, mira tonelata të tjerë, ka naftë, ka gaz, ka produkte, ka benzinë se janë dhe rafinerit, ka produkte, nën produkte të gazit naftës, ka ushqime. Imagjino se ç'bëhet, domethënë. Se çfarë pra le të themi që është mbi 20% e tregtisë botërore që kalon atje. Po 20-25%. Ja kjo hartë e dëshmon më mirë se ku jepet. E pa parë. Pa dëgjuar. Letjo, ikim bëjmë xhiron Dorelan, sepse edhe pak ditë na kanë mbetur. Ju kanë bërë edhe pak ditë për të përfituar nga çmimet të papara deri në